forcimin e lekut, e lidhin me narko-regjimin. Një banalitet absolut, që nuk e mbështet dot në asnjë lloj teorie reale ekonomike. Forcimi i lekut është sukses i ekonomisë shqiptare. Nuk është absolutisht diçka për të vënë kuje. Është sukses, është një nga treguesit më kokfort të suksesit tonë. Dhe nuk ka të bëjë fare me atë shpjegimin popullor të atyre që i thonë vetes analist, e që i thonë vetes katalist, edhe që nuk di çfarë flasin. Sepse në një vend ku miliarda e miliarda hynë çdo vit, miliarda e miliarda hynë çdo vit, nga ekonomia reale, 8.5 miliard, po të kemi parasysh kombinimin e turizmit me investimet e huaja, të flasësh tashti për narko e për gomarrëdhënie të tilla, mund të përkthelesh shumë vesh që kanë nevojë vetëm për lajme të këqija, por nuk ka lidhje fare me realitetin. Nuk ka lidhje. Është pa lidhje. Sepse nëse do të ishte e vërtet, do të ishte një alarm që nuk do vinte nga kanalet e informimit me si ata që i bien violinës me vesh. Po do vinte nga kanalet institucionale të organizmave ndërkombëtare, financiare që ndjekin ekonominë tonë me lupë. A ka ekonomi informale në Shqipëri? Patjetër që ka. E ky është një problem për ne, është një problem për taksa paguesit. Por për këtë nuk mund të ankohen ata që bëjnë informalitet. A ka në Shqipëri para të pisët që qarkullon? Po patjetër ka, po ku nuk ka. Dhe është shumë e ligë në thelb që t'jam veshur Shqipërisë, duke qenë shqiptar, nuk ka fare rëndësi se kush është në qeveri e kush s'është në qeveri. T'ja veshur Shqipërisë, duke qenë shqiptar, duke pas pasaportën shqiptare. Këtë lloj kostumi kaq të ndyrë, nuk di se çfarë duhet jesh. Për ata që e bëjnë. Kështu që tek ky program është dhe pjesa juaj. Dhe t'jeti shumë mirë që është dhe pjesa juaj. Kur ne themi teknologji, kemi parasysh dhe ju. Kur ne themi industri përpunuese, kemi parasysh dhe ju. Por nuk kemi parasysh fasonët. Se nuk e gjeni dot më ju asnjë nga vajzat e atyre grave që janë ullur të makina qepse në 91-shin e 92-shin, kur vinin nga zonat më të varfra të Shqipërisë për një jetë më të mirë këtu, dhe jetonin në tenda plasmasi, ke fusha e Kamzës. Asnjë nga vajzat e atyre grave nuk vjen tullet makinë qepse. Dhe të bëj punën e nënës, që nëna bëri për 20-30 vjetë, edhe që jeri koha dalin pension ose që ka dalin pension, për të marrë pag minimale. Ku e gjeni ju? Nuk e gjeni dot më këtë lloj tipologjie në tregun e punës, nuk e gjeni dot më këtë lloj krau pune. Kjo duhet ta harroni, dhe kush e ka harruar, po ecën dhe po transformohet. Kush nuk e ka harruar, thjesht dhe vetëm pret nga qelli që të ndodhi në një mrekulli, si presësh që të ngjallet një vdek. Nuk ka më kështu. Ata që e kanë kuptuar tani më, çfarë po vuajnë? Po vuajnë që
nuk i kanë forcat e mjaftueshme që ju duhen dispozicion. Sepse e të roqën shumë litarin, edhe në industri e turizmit, shëndet fjalë e vërtet, e të roqën shumë litarin me pagat, dhe tani janë gati të paguajnë dhe më shumë se në Greqi. Po problemi është që duhet në radhë parë rikrijuar besimi i shqipove që të vinë të futen në punë dhe të marrin më shumë se në Greqi dhe mos rinë në Greqi. Duhet krijuar besimi, sepse nuk është më besimi aty. Kështu që të diskutojmë sot tashti ne për këtë, duhet të jemi shumë të qartë. Mos krijojmë kot iluzione. Nuk mundet ne të angazhojmë kredi me interesa 2-3% me 7% kolateral për fason. Ajo epokë është mbyllur jo zyrtarisht, kush për jush e ka mbyllur zyrtarisht, po i shef hajrin tani. Ka disa realitete dhe edhe ti vetë që flet edhe në emër të sektorit, je një ndër ta, që e ke kuptuar që kjo gjë duhet ndryshojë. Kështu që mos i mbani me gajret ata që nuk duhet ndryshojnë. Po thuajeni të ndryshojnë. Ne jemi gati t'ju japim kredi për teknologji, për të mbyllur ciklin, nuk ka më çështë material porosici. Interesia material porosici në Shqipëri sot, ku të gjithë duan shumë më tepër se çka. E do vinë të futen atje te makina qepse e të rinë, nuk është më ky lloj shqiptari, sepse Shqipëria është tjetër sot. Është komplet tjetër. Shqipëria sot nuk jeton më me arritje, a më kupton apo? Jeton me pritshmëri. Nuk krahasohet më fare, jo po ku ishim, ne themi 2013, të gjitha atyre që sot janë deri në 35 vjeç, ju duket siç më duket mua me Ilir Trebiskun po Azov. Po kështu është. Që 2013. Këtu harrohet që u bë dje, sepse jetohet pjesa më e madhe e jetës kalon në ekranin e iPhone-it. Fëmijët rrinë më shumë me iPhone-in se rrinë me prindërit dhe me shokët. Ku që u bë dje? Sot. Dhe kush ka pastaj kapacitet ta projektojë të nesërmen duke garantuar të sotmen, do bëj sukses. Kush do rrit merret po prit se dje nuk bën dot më sukses. Dhe këtë po ja thot një njeri suksesshëm.